familjarët apo nga ish bashkëshorti i saj, nuk ka ardhur asnjëherë asnjë deklaratë. Por ka qenë pikërisht prania e saj në përputhen, ku njeriu nxjerr të përbrendshmet jashtë, edhe po nuk i nxorret ti nxjerrin portalet edhe po nuk i nxorren portalet, i nxjerrin konkurrentët e tjerë të përputhen, çunat apo gocat që të kanë konkurrente në rastin e Albës apo çunat që duan të lidhen me ty. Dhe ne mësuam aty se ajo ka patur një martesë të dhunshme. Bashkëshorti, sipas portaleve, tregon Alba Pollozhani se ka qenë xheloz, ka qenë dhe abuzues. Ndërkohë një deklaratë që na bëri përshtypje nga Alba Pollozhani në atë kohë ishte se vjera më trajtonte si skllave. Pra janë të gjitha indicia që tregojnë se ka patur një martesë, pra në një vend ku nuk ka qenë e lirë, nuk ka qenë në kushtet ku të respektohet si femër, si njeri. Këto sipas Alba Pollozhani, nuk kemi asnjë reagim përsëris një herë tjetër për të drejtën e barazisë së lajmit nga familjarët apo nga vetë ish bashkëshorti i Albës apo nga familjarët e tij. Martesa e saj ka marrë fund dhe ka mbritur në divorc. Një moshë shumë e re dhe Alba vjen nga një vend ku divorci edhe në Shqipëri, po edhe në ato zonat ku ka jetuar Alba rreth e qark Strugës, ende një penalizim sidomos për femrën. Dhe ajo ka thënë se divorci nuk është se ishte shpëtimi i asaj vajze, pasi ajo mendonte se pas divorcit do kthehej në shtëpinë e saj edhe do të kishte një mikpritje nga familjarët, po jo, nuk ka ndodhur ashtu. Ka ndodhur krejtësisht e kundërta, sepse Alba ka thënë sepse pas kthimit të saj në familje, familjarët kanë qenë kundër, me sa duket nuk kanë dashur që ajo të divorcohet nga bashkëshorti. Kjo pra ka qenë situata e Albës, një histori e cila sa herë ti kthehesh, kam përshtypjen se i jep material aq më shumë qofse Alba do të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Ajo ka postimet e fundit, ka thënë se jam gati për të bërë gjëra të mëdha, është parë madje